Shqimin e tij për filmimin, duke qenë se gjatë gjykimit të kësaj çështje, shënuar në shqyrtim një akt administrativ në natyrë individuale, i cili prek drejt për drejt karrierën e magjistratit. Pavarësisht interesit të mediave, në këtë rastin konkret kemi një akt individual që prek drejt për drejt karrierën e magjistratit. Ndaj ka shprehur zyrtarisht mos pëlqimin e tij për filmimin e transmetimin live. Mediat janë prezent dhe mund të regjistrojnë rregullisht çdo gjë që ndodh në këtë gjykim përmes mediave të shkruar apo regjistrimeve audio dhe vizive që duhen nga vetë gjykata. Dakor. Do të shkojmë personin e tretë. Shihni lart në prokurorisë. Bëjmë të njëjtin qendrim me përfaqësuesin e palës partitore stata. Pra nuk pranoni se të regjistrojmë. Jo, Me shumë respekt në jush, por që ne nuk kemi kushtet fare për të vënë në vlerësim këtë fakt, sepse këtë vlerësim nga bërë kushtetuta e Republikës Shqipërisë. E drejta e çdo qytetari për të qenë në një seancë gjyqësore, për të pasur në një proces gjyqësor, pra parimi kushtetues i publicitetit të seancës është një parim kushtetues i cili nuk mund ndalohet përveç se kur cënohet integriteti i një personi, kur cënohet integriteti i sallës, integriteti i zhvillimit të procesit gjyqësor, që në këtë rast nuk ndodh, as nuk ka asnjë arsye pse të mendojmë se do ndodhi. E dyta, që është shumë e rëndësishme, po Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë përcakton shumë qartë të drejtën dhe lirinë e medias. Dhe liria e medias sigurisht që presupozohet që duhet të ketë në dispozicion sa gjithë instrumentet që media të ushtrojë vërtetën e saj lirë në një institucion publik. Pretendimi më sa kuptova nga parashikimi që bëri përfaqësuesi i palës paditur, pra bëhet fjalë për një akt administrativ të përfaqësuesit i palës paditur, por nuk shtojmë tej se çfarë cënohet në këtë fakt. Akti administrativ nuk është akt administrativ privat. Është akt i presidentit të Republikës së Shqipërisë. Është akt që meriton syrin çdo qytetari mbi mënyrën se si është lëshuar dhe mbi vendimarrjen që ka bërë presidenti i Republikës, jo për një person i privat, por për një person i cili nëpërmjet këtij akti do ushtrojë dhe ka ushtruar autoritet publik të deleguar nëpërmjet Kushtetues së Shqipërisë. Atëherë gjykata do të them nderuar të gjyqtar që duhet të regjistrohet nga patjetër. Gjykata të hiqet nga shërbimi për të shprehur në këtë pjesë. Atëherë që ekzamin, palët janë pranishme dhe mëngjesit që relaktuan. Gjykata pasuroi në shkrim kërkesën për regjistrim dhe transmetim të seancës gjyqësore çështjes obligimit. E identifikuara sipas kërkesave të depozitura ndosin gjyqësore. Dhe pasi pyti palët në proces ku pala e paditur Rones Dado dhe personi i tretë Këshilli Lart i Prokurorisë nuk ka pranuar që çështja të regjistrohet. Duke marrë në konsiderat faktin se të gjitha seancat do të mbajnë regjistrim audio dhe video në mjetet e regjistrimit gjykatës dhe se palët në gjyqësi dhe të tretë kanë akses të plot për të njohur me përmbajtjen e tyre në kuadër të parimit të transparencës, gjë e cila ashtu sikur se ka ndodhur edhe në seancën pararense, kur gjithë seanca është transmetuar e plot në media dhe se publiku është njohur plotësisht me përmbajtjen e saj, si dhe faktin se prania e kamerave dhe mjeteve të regjistrimit ndikon në ecurinë normale të procesit, si dhe të drejtën për mbrojtjen e dhënave personale të palëve dhe personat pranishëm në këtë proces gjyqësor, në vlerësim të balancës të drejtave të sipërcituara. Në raport me natyrën e çështjes objekt gjykimi, bazuar në 13 dhe 14 vendimit numër 716 dhe 612/2023 të Këshillit Lart Gjyqësor, gjykata vendos regjistrimin dhe transmetimin në pjesëshëm të seancës gjyqësore, vetëm në pjesën e çeljes së seancës derisa të jetë ky vendim, si dhe në pjesën e seancës që sa herë gjykata do të japë vendime të ndërmjetme, jo përfundimtare apo vendime përfundimtare. Regjistrimi i kësaj pjese
duhet bërë në mënyrë që kamerat të fiksojnë dhe të regjistrojnë pamje vetëm në drejtim të palës paditëse dhe në drejtim të gjykatës, jo ndaj palëve të tjera ndërgjyqësa apo personave të tjerë pranishëm në seancë. Ndaj pjesëve të tjera të seancës ndalohet në mënyrë kategorike regjistrimi dhe transmetimin në gjitha format e regjistrimit. Gazetarët apo punonjësit e medias mund të jenë pranishëm në sallë dhe të mbajnë shënime gjatë seancës, por nuk lejohen të kryejnë regjistrime në mjete audio ose audiovizive për pjesët e seancës për cilat është ndaluar në mënyrë kategorike regjistrimi dhe transmetimi në gjitha format e regjistrimit. Mos respektimi i këtij vendimi ngarkon me përgjegjësi dhe penalitete, sipas ligjit palët dhe personat e tjerë pranishëm në sallë gjykimit. Urdhërohet stafi i gjykatës të realizojë efektivisht zbatimin e këtij vendimi. Në këtë moment gjykata urdhëron që kamerat të fiken dhe të mos regjistrojnë asnjë pjesë nga kjo seancë ndihmë derisa siç u tha me vendim, të ketë vendimarrje ndërmjetme jo përfundimtare apo përfundimtare. Atëherë vijmë në seancën.